Në ndalesën e bërë në fshatin Panaja në kuadër të fushatës së tij elektorale, kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj u takua me banorët për një bashkëbisedim të ngrohtë, ku u ndan shqetësimet por dhe synimet e përbashkëta. Sinaj tha se prej 8 vitesh ka punuar pa u ndalur për njerëzit dhe me njerëzit. Gjithashtu, kandidati përmendi asfaltimin e disa prej rrugëve, si Hor Vranisht e deri në Bolen, rikonstruksionin e qendrave të fshatrave, si dhe përmirësimet në ujësjellës, të gjitha të arritura fal këmbguljes dhe përkushtimit të tij. Me bindjen se karrigja në parlament është e qytetarëve të thjeshtë, ai tha se është njeri i besës. 8 vjet deputet në zonën e Selenicës edhe të Imarës. Në këto 8 vjet si deputet, vetëm këtë gjë do t'ja u premtoj, thash që ky telefoni im do jetë hapur për juve për çdo hall dhe për çdo shqetësim. Nuk është e lehtë të mbash një telefon 8 vjet hapur për një zonë me 10.000 votues. Por e mbajta, sepse dhash fjalën. Ditë natë. Më kanë marrë dhe në 3 natës për shqetësime halle, sëmundje, shqetësime të ndryshme. E keni shumë kollaj të pyesni që nga Selenica deri në Kuç që e kanë bërë këtë gjë apo jo. Jam kthyer në zonë sa herë më kanë kërkuar për hallet dhe problemet e tyre. E gjeta zonën shkretir, rrugët të pashtruara nga Selenica dhe deri në Kuç. Më ka dhënë një mundësi që t'u shërbej dhe atyre që kanë nevojë për një lloj deputeti, tip deputeti si shembulli që kam dhënë unë për këto 8 vjet. Punova pa ndaluar asnjë moment. Fshat më fshat, zonë më zonë, ku gjeja mundësi bëja. Mbështeta fermerët e zonës dhe blektorët me subvencione. 500 fermerë në zonën e Lumit Vlorës morën subvencione. Pastaj u shtuan edhe lekët e naftës për fermerët e tjerë, bëra gjithë legalizimet e ndërtimeve pa leje në zonë. 900 legalizime. Mora me asfaltimin e rrugëve. Njësia Hor Vranisht, Kuç, Kallarat, Tërbaç, Vranisht, Bolen, asfalt. Po asfaltohet tani Tërbaçi me Vranishtin. Qytet, me qendra fshati, me ujësjellsa, me asfalt, pra u asfaltua rruga e Selenicës, me këmbguljen time. Kemi bërë rrugën e Poçemit, e Shkëpi, Vllahin, Kocul, Ure Poçemit, Tepelend. Para një javë mbaroi asfaltimi Karbunarit. Është lidhur Karbunari me rrugën e Poçemit me asfalt. E ka bërë bashkia. Ajo bashkia e varfër e Selenicës me lekët e veta. Armenin e asfaltova se më thoshin pos bëre fshatin tim s'ke bërë gjë. Trebulovën e kemi duke asfaltuar. Mbas një muaj fillojmë asfaltin në Smoktin. Kropishti se asfaltuar ka dhe punë pa mbaruar. E keni në dorën vet të më zgjidhni për deputetin e Panaja. Keni shumë zgjidhje, shumë të mira. Një nga ato jam dhe unë. Më keni mik, më keni që flas me gjuhën e vendit, më keni të shtruar që vi në çdo hall, në çdo shqetësim. Unë do jap fjalën që në rast se do më votoni, unë do vinë në Panaja mbas zgjedhjeve direkt.